Mirëmbrëma, shikues nderuar, në fillim të magazinës 21 Live News japim disa lajme shkurt. Sot bën 48 vjet nga demonstratat shqiptare të vitit 1968 në Kosovë. Këto demonstrata kishin rëndësi të madhe për popullin shqiptar, nga që konsiderohen si nismëtare për ndërgjegjësimin e shqiptarëve dhe adresimin tek diplomacia evropiane ndërkombëtare të shtypjes së çështjes së shqiptarëve nga Serbia. Demonstruesit mbanin në duar parulla me mbishkrimet "Duam vetëvendosje" deri në shkëputje, poshtë politika e kolonialiste ndaj Kosovës, duam bashkim dhe të gjitha viseve shqiptare me Kosovën e tjera. Kompleksi memorial në Prekaz mbetet vendi më i vizituar nga shqiptarët, por edhe nga të huajt. Kompleksin memorial Ademi Ashari vetëm këtë vit e kanë vizituar mbi 200.000 vetë, përderisa numri i vizitorëve që nga pas lufta kalon shifrën prej 11 milionësh, thot Ciceroni i kompleksit Ilaz Halimi. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka kërkuar nga gjykatësi i gjykatës themelore të Prishtinës, Shasivar Hoti, që të rishikoj vendimin e tij për mbylljen për publikun dhe mediat të gjykimit në rastin e ish kryetarit të gjykatës së apelit Salim Ekaj dhe të publikoj pavonesa këtë akuzën. Kërkesa e AGK-s bazohet edhe në deklaratën publike të kryetarit të gjykatës themelore Hamdi Ibrahimi, sipas të cilit rishikimi i këtij vendimi do të ishte respektimi i kërkesave të publikut. Banor të fshatit Babushi Muhaxherëve të Lipjanit edhe sot kanë penguar punimet e kompanisë Bektelenka në autostradën në Prishtinë-Shkup që kalon përmes këtij fshati. Banorët ankohen se kjo kompani u ka shkaktuar dëme në prona dhe probleme në lëvizje. Ata kërcënojnë se pa i përmbushur kërkesat e tyre nuk do t'i ndalin protestat. Është dita e tretë që banorët e Babushit të Muhaxherëve të Lipjanit kanë bllokuar rrugën me gjësende të ndryshme dhe thonë se do të vazhdojnë edhe më tej këtë formë proteste, derisa kompania Bektelenka nuk i përmbush kërkesat e tyre. Të shohin populli si është ndërtuar trotuarin në urë, si o kryura o bllokuar trotuari, fëmija poshtë mujnë me ra mu mytë të gjithë. Dhe të din krejt bota qëre që kanë punue. Deri në urë kanë lënë trotuar, si o kryura, ja kanë bojë në meshtalken fëmive për me ra mu mytë atje poshtë. Madje banorët e Babushit të Muhaxherëve kanë vendosur që nëse nuk u bëhet zgjidhje, do t'i ndalin fëmijët nga shkolla, pasi thonë se ata rrezikohen nga trafiku gjatë kalimit të autostradës Prishtinë-Shkup. Në zonë se t'jen të rrezikum. Bashkëfshatarët po thënë na do na minal për shkollës, mes më qenë shkollë hiç. Inshallah mirë në vendim më i mirë se nuk po di përveç mbi kalimit tjetër zgjidhje nuk ka. Mbi kalim veç për kamësor. Po çon kush po mundet me kerrë, po. Njëri nga banorët këmbgul se Bektelenka nuk mund të vazhdoj punimet pa përmbushje të 10 kushteve të parashtruara. Bektelenka është e bllokuar në çdo aspekt, edhe ka qenë e bllokuar derisa të përmbush 10 pika. Për 10 pika vjen mbi kalimi si pikë spari që këto zhurmust, me na i bloku zhurmen, atje ka mo regullu që ato ku e pa në maherët, ka 10 pika, kur përmbushën 10 pika që të lirojmë na, për ndryshe nuk ka mundësi. Fëmijën i kemi të rrezikum 100%, me ndodhë diçka, mu myt një fëmijë, do të din mirë që ka mu bu. Kja me të zoti ka me bu, të kanë me dije edhe qeveria, edhe Bektelenka, çdo kush. Të shqetësuar, banorët e Babushit të Muhaxherëve të Lipjanit vunë pas se ju dëmtuan edhe varrezat gjatë punimeve në autostradën Prishtinë-Shkup. Na i kem prind tonë, këtu, kem fëmin tonë që të varrosën kena. Ata i shkuqu që kanë bu varrezat. A vitin e kalum na qëtoj kena ndërtu që të rrethoj kena bu me kontribut fshatit. Ata kanë qenë premtime ka, bestet nuk ka, vetëm punat të nuk ka. Ndërsa zëdhënësia e Bektelenkës Ela Ruci u shpreh se nuk mund t'i përgjigjen kërcënimit dhe dhunës. Ajo përmes telefonit i tha Radio Televizionit 21 se ditën kur përfaqësues të kësaj kompanie dhe kryetari i Lipjanit Imri Ahmeti vizituan banorët e kësaj ane, një grup prej tyre sulmuan makinën e punëtorëve të kësaj kompanie. Për hapat e më tutjeshëm rreth zgjidhjes së këtyre problemeve, Ruci u shpreh se janë duke biseduar me Policinë e Kosovës dhe Ministrinë e Infrastrukturës.
Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka përuruar sot shtatorën e Ukshin Hotit në universitetin që mban emrin e tij në Prizren. Veseli tha se ndihet i nderuar që sot po përuron shtatorën e njërit prej personaliteteve më të shquara të luftës për liri dhe pavarësi. Me përurimin e shtatorës së intelektualit dhe veprimtarit të çështjes kombëtare Ukshin Hoti, përfunduan aktivitetet 3 ditore të organizuar në nderim të tij në Akademinë Solemne kushtuar Ukshin Hotit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli cilsoi atë njëri nga personalitetet më të shquara të luftës për liri dhe pavarësi. Do të mbetet deri në fund veprimtari pa kompromis e lëvizjes sonë kombëtare veçanërisht në Kosovë. Ajo është ideologu i lëvizjes sonë kombëtare që me guximin e tij politik dhe mendimin e thellë intelektual frymëzonte këtë lëvizje. Ai ishte në kuptimin e plot fjalës filozof i çështjes sonë kombëtare. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli shtoi se Kosova sot është e lirë, shtet i pavarur dhe sovran, por plagët e luftës ende nuk janë shëruar. Janë plagë cilat na e kalon sepia në familjet tona, kemi shumë njerëz ende të pagjitur. Edhe krahas tyre e kemi edhe këtë ikon të lëvizjes sonë kombëtare, ende të pagjitur, Ukshin Hotit. Ne nuk do të dalim asnjëherë derisa dihet e vërteta për Ukshin Hotin, derisa të zbardhet e vërteta, derisa nuk marrin përgjigjen e merituar të gjithë ata që e përsekutuan e dënuan. Djali Ukshin Hotit Andini vlerësoi ngritjen e shtatorës së babait të tij. Ky është 28 nëntori më i veçantë për mua dhe për familjen time. Jo vetëm për faktin që kjo shtatore sot vendoset në vendin ku ndjehet krenar çdo qytetar akademik në mesin e studentëve, por edhe për faktin se kjo shtatore vendoset në kryeqytetin shpirtëror të shqiptarëve. Ishte nxjerrës i vullnetit për televizor, për të krijuar dhe për të ndihmuar. Ishte shpalos i demi kulturës sonë për pavarësi dhe si paralajmërues i besueshëm i së armës në të cilën vetë nuk arriti. Profesor Ukshin Hoti ishte arrestuar nga pushteti serb në vitet e 90-ta dhe ishte dënuar me disa vite burg. Lufta atë gjen në burgun e Dubravës, si shumë të dënuar të tjerë politik, dhe që nga pranvera e vitit 1999, kur Hoti ishte liruar nga burgu, nuk dihet asgjë për fatin e tij. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj dhe zyrtarë të tjerë të kësaj partie me rastin e ditës së flamurit në shenjë nderimi për kontributin dhe sakrificën kanë bërë homazhe në varrezat e dëshmorëve në Prekaz dhe në Glogjan, si dhe përballë varrit të presidentit Rugova dhe shtatorës së Zair Pajezitit në Prishtinë. 28 nëntori është një ditë që na bashkon, deklaroi Haradinaj, dhe kujtimi i atyre që shërbyen për këtë ditë dhe specifikisht lirinë e Kosovës nuk do të na zbehet asnjëherë, deklaroi ai. Katër komunat veriore të vendit kanë aprovuar për herë të parë buxhetin e tyre për vitin e ardhshëm sipas kornizës buxhetore të Republikës Kosovës. Buxheti i përgjithshëm i këtyre komunave për vitin 2017 është mbi 14 milion euro. Asambleistët shqiptarë thonë se buxheti përfshin vetëm komunitetin serb. Është hera e parë që 4 komunat veriore miratuan buxhetin në bazë të kornizës buxhetore të Kosovës. Madje këtë e konfirmoi edhe kryeministri Isa Mustafa ditë më parë gjatë një interpelance në Kuvend. Por ky buxhet nuk u miratua nga asambleistët shqiptar, me arsyetimin se shqiptarët nuk përfshihen në këtë buxhet. Ne si asambleistë shqiptar, edhe kësaj radhe, sikur vitet paraprake nuk e votuam, arsyet janë fare të qarta, nuk jemi të përfshirë fare në të. Gjithherë bën investimet monoetnike dhe gjithherë shkojnë investimet tek komuniteti serb. Herën e fundit unë personalisht kam kërkuar ndërtimin e një objekti shkollor, një shkollë fillore për komunitetet jo shumis në veri, ku unë kam gjetur përkrajen dhe jam votuar kundër të gjithë asambleistët për jashtim atyre shqiptar.
Por drejtoresha administratës në komunën e Mitrovicës veriore, Adriana Hoxhić, mohoi se banorët shqiptar të veriut nuk janë të përfshirë në investime. Premtoi investime serioze, sidomos në lagjen e Boshnjakëve, të cilat kanë të bëjnë me rregullimin e rrugëve, ndriçimin publik, kanalizimin, ujësjellsin dhe gjithçka tjetër që i nevojitet kësaj lagjeje me popullat të përzier në veri të Mitrovicës. Me buxhetin e Mitrovicës së Veriut për 2017 janë parapar 2.6 milion euro. Nga këto 2.6 milion euro, shumica e fondeve shkon për sektorin e arsimit dhe të shëndetësisë, kurse një pjesë e vogël mbetet për projektet infrastrukturore. Pakënaqësia tek shqiptarët është pamundësia e komunës së Mitrovicës veriore të investojë sidomos në infrastrukturë, në shkollën e cila gjendet në kodrën e minatorëve. Buxheti i komunave veriore për vitin 2017 në total është 14.265.712 euro. Mitrovica veriore ka aprovuar buxhet prej 5.538.163 euro, Zveçani 2.203.452 euro, Zubin Potoku 2.313.826 euro, ndërsa Leposaviçi ka miratuar buxhetin prej 4.210.271 euro. Bojkoti i ftesave të presidentit Hashim Thaçi për reformën zgjedhore nga opozita ka bërë që të mos ketë debat të mirëfillt për këtë reformë. Analistët politikë vlerësojnë se roli i opozitës është shumë i rëndësishëm në këtë proces, ndërsa bojkotin e saj e cilësojnë si veprim të gabuar. Iniciativa e presidentit Hashim Thaçi për t'i takuar partitë politike për reformën zgjedhore mund të jetë e dështuar ende pa arritur pajtueshmëri me partitë politike. Kjo për faktin se 2 herë radhazi këto takime po i bojkoton opozita. Driton Selmanaj nga organizata Demokracia Plus, thotë se pa opozitën reforma zgjedhore s'mund të ketë legjitimitet. Nuk mund ketë legjitimitet as politik as demokratik, them iniciativa pa opozitën. S'mund kuptohet reforma elektorale pa partitë politike opozitare. Selmanaj i dhe fajin edhe opozitës nëse reforma zgjedhore do të dështoj. Ndërkohë thonë, po jo, pse vjen nga zoti Thaçi dhe bashkë në këtë kohë, atëherë ne edhe abstenojmë. Mendoj që kjo nuk është çështje e mirë. Çka do duhet, unë mendoj që do duhet që ata të kanë rol aktiv në këtë proces, dhe nëse eventualisht ka një qëllim të keq nga kushdo qoftë, atëherë të mirët nga duart ai proces, do me thonë abstinimi, largimi, ose them heshtja ndaj këtij procesi, më tepër i shoh si iki pe përgjegjësi, sesa ndonjë çasti tjetër e cila mund përfitojnë eventualisht dikush nga aspektet politike opozitare ose dikush tjetër. Ndërsa Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se reforma zgjedhore është e domosdoshme para se vendi të shkojë në zgjedhje. Po ne s'pare kem konstatuar në vazhdimsi që sistemi zgjedhor në Kosovë ka nevojë të riformohet. Dhe sidomos sa i përket edhe pastrimit të ligjit dhe adresimit të shumë çështjeve të cilat kanë bënë me procesin e administrimit të zgjedhjeve. Dhe këto ndryshime janë të domosdoshme para se të shkohet në zgjedhje të ashme, qofshin ato zgjedhje të jashtëzakonshme apo zgjedhje të rregullta. Por sipas tij, iniciativa e Thaçit për reformë zgjedhore vjen në një moment të papërshtatshëm. Për shkak të mos pajtimeve që kanë aktualisht partitë në pushtet dhe ato në opozitë, po ashtu vështirësi tjetër e cila është në adresimin e reformës zgjedhore është edhe mos kompozicioni plot i kuvendit Kosovës, ndryshimet e cilat pretendojnë të bëhen ka nevojë edhe për ndryshimet e kushtetutës, dhe kushtetuta nuk mund të ndryshohet nëse edhe pakicat nuk janë pjesëmarrëse në kuvend, komiteti serb në këtë rast, si dhe nëse nuk ka një përkrahje të partive opozitare për shkak se kërkojnë 2/3 e votave. Presidenti Thaçi ka propozuar që në reformë zgjedhore të ketë lëvizje në zona zgjedhore, kalimin nga një zonë në disa zonat e tilla, ndërsa për numrin e deputetëve Thaçi ka deklaruar se mund të ketë zvoglim të numrit nga 120 në 100. Presidenti ka propozuar shtimin edhe të 2 deputetëve nga komuniteti kroat dhe malazez. Thaçi kërkon që presidenti në të ardhmen të zgjedhet drejt për drejt nga populli. Televizioni Ynë merr vesh se presidenti Thaçi shumë shpejt do të i thrasë në takimin e radhës
partitë politike për të diskutuar për reformën zgjedhore, por opozita këmbgul se reforma zgjedhore duhet të bëhet pasi të mbahen zgjedhjet e parakohshme. Mbi 120 prodhues nga gjitha trevat shqiptare po marrin pjesë në panairin Blej Shqip, I cili është hapur sot në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë. Si vjet, kishte një interesim më të madh prodhuesve për pjesëmarrje në këtë panair. Panairi Blej Shqip organizohet nga Komuna e Prishtinës dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes së Shqipërisë. Drejtori I planifikimit strategjik dhe zhvillimit të qëndrueshëm në komunën e Prishtinës, Genc Bashota thot se krahasuar me vitet e kaluara, si vjet kishte një interesim më të madh të prodhuesve për pjesëmarrje në panair. Si vjet, sa për informatën e juaj, ka qenë interesimi më I madh I të gjitha viteve paraprake. Kemi 120 prodhues nga Kosova, Shqipëria dhe vise tjera ku jetojnë shqiptarët, që do të thotë që një vendisim I vazhdueshëm është edhe I prodhuesve edhe I konsumatorëve që të këmbejnë produkte kombëtare. Mendoj që aq më shumë sa ne blejmë produktet tona, do të fuqizohem si kombë. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes së Shqipërisë Milva Ekonomi tha se panairi është I rëndësishëm për të dyja vendet, për të parë se çfarë produkte ju ofrojnë ato konsumatorëve. Po përveç saj ka një mënyrë tjetër shumë të rëndësishme që këto panaire sjellin mes nesh, që na mësojnë se si dy biznese, pavarësisht nga territori ku ndodhen, të gjejnë forma për të bashkëpunuar me njëri tjetrin. Ngjarje tjetër e rëndësishme është që këto produkte shkojnë te konsumatori dhe shumë shpesh kur flasim me homologët institucional, kuptojmë që produktet tona ka nevojë të regjistrohen si marka, është shumë e rëndësishme të regjistrohen si marka, prandaj po punojmë bashkërisht për të bërë këtë gjë, regjistrimin si marka. Pjesëmarrësit e këtij panairi thanë se ky organizim duhet të jetë tradicional. Ja më bon çdo vit edhe më bën sa më shpesh, inshallah, bëhet edhe mirë. Mos me pas të di kështu kur na thirrin këto ministrisë këto është pa pagesë. Me bëj kështu vet, po do të më pagu këtë to e tani çto pa pagesë pak na ndihmojnë më tepër. Duhet më bëj çdo vit edhe më shpesh bile, se është e mirë për neve. Kemi, shitje kemi. Nuk mundna me thonë që s'kemi. Është viti, më themi 15 që marr pjesë ose 16 që marr pjesë Kosovë Panaira. Dhe gjithmonë përballem me klientin, ja prezantoj mjaltin, I tregoj, e testojnë, e pëlqen dhe konsumatori është rritur shumë. Prishtina tashmë është bërë organizatore me përvojë panaireve të nivelit vendës dhe ndërkombëtar, përfshirë edhe panairin Blej Shqip. Ka nisur dekorimi I kryeqytetit për festat e fundvitit. Komuna e Prishtinës këtë vit ka ndarë 50.000 euro për dekorim, ndërsa pritet që në javën e parë të dhjetorit të jetë gjithçka gati. Sheshi Zahir Pajaziti në kryeqytet ka filluar të marrë pamjen e festave të fundvitit me vendosjen e 24 shtëpizave të cilat shesin ushqim me pije të ndryshme. Në përfundim e sipër është edhe bredhi që do të jetë pjesë e skenografisë festive në sheshin Zahir Pajaziti. Komuna e Prishtinës ka ndarë 50.000 euro për dekorimin e kryeqytetit për festat e fundvitit. Ndriçimi I shesheve kryesore në kryeqytet, si vjet do të jetë më ndryshe se vitin e kaluar, do të vendosën 2 porta në formë të kambanave, ndërsa dritat dhe dekori tjetër do t'i karakterizojnë festat e fundvitit. Komunës së Prishtinës dikun parafërsisht I ka kushtuar për rreth 40.000 euro, kështu që 10.000 euro besoj që do të bartën tek për vitin e ardhshëm që do të vijë. Dekorimi I qytetit besoj që do të përfundoj në fund të javës së parë të dhjetorit, datë sakt nuk mund të thënë. Dizajni është komplet tjetër, natyrisht që pamja e sheshit do të ketë me ngjyra të njëjta, si kanë qenë vjet e verdha, domethënë ngjyra e argjend, e arit dhe ngjyra e kuqe, që janë ngjyra festive, se vetë ngjyra e kuqe është ngjyrë e ngrohtë në këtë dimër të ftoftë, po ashtu edhe bredhi do të jetë me këto nuanca. Disa qytetarë shprehen kundër shpenzimet, siç thonë ata, të larta për dekorimin e kryeqytetit. Kemi ranë në krizë ekonomike, kështu që me zbut pak atë nuk është keq. Nëse është situata e mirë, ka zhvillim,
ka dhe thjeshi edhe stilizimi. Po që se jo, stilizimet i bojmë, po brendia nuk është adekuate. Të tjerë qytetarë mbase vlerësojnë se dekorimi kryeqytetit për festat e fundvitit është i mirë se ardhur. Shumë dëshire madhe është për më kanë Prishtinë e ndryqume dhe ndryqine e pastër e bukur. Shumë, pa tjetër. Shumë bukur për regullojnë, veç që një kërkes si vjetë me qenë pak ma për para, se vjetë ka qenë shumë vonë. Shumë, është festë botërore, edhe na jemi pjesë e botës. Kostoja e dekorimit të kryeqytetit për si vjet është më e lirë se sa vitin e kaluar për 17.000 euro. Në ndeshjet e parafundit të edicionit të vjeshtës të Vala Superligës Kosovës në futboll janë arritur këto rezultate, ndërkohë që befasia më e madhe ndodhi në Pej. Besa Trepça 1-2, Liria Lapi 0-0, Trepça 89, Ferizaj 4-1, Gjilani Prishtina 1-0, Hajvalia Drita 0-1, Ferro Nikeli Drenica 1-0. Pas kësaj jave, Trepça 89 rikthehet në pozitën e liderit me 36 pikë, Prishtina është e dyta me 34, pason Lapi me 33 pikë e kështu me radhë. Ndryshe nga kjo, shumë manifestime janë zhvilluar prandër të ditës flamurit dhe ditëlindjes së komandantit legjendar Ademir Shari. Kështu në turneun e 18 me radhë ndërkombëtar të boksit që u zhvillua për 2 ditë në Prishtinë, boksieri nga Prizreni Armend Xhoxhaj arriti të mbrojë titullin e fituar nga viti kaluar. Ai në kryemeçin e zhvilluar në Palesin e Sporteve 1 tetori mundi boksierin nga Belgjika Viktor Pele Hetaj pas një lufte interesante dhe cilësore dhe për të dytën herë rresht fitoi trofeun Ademir Shari. Nga sësi i Formula 1, Gjermani Nico Rosberg është kampion i ri i botës. Ai në garën e fundit që u zhvillua në Abu Dhabi doli i dyti, por në sajt e pikëve në plasmanin e përgjithshëm triumfoi para Lewis Hamiltonit, i cili fitoi garën e sotme. Vendin e tretë në Abu Dhabi e zuri Sebastian Vettel i Ferrarit. Për këto dhe ngjarje të tjera, më hollësisht në emisionin ton qendror sportiv 2-1 në orën 22:30. Lajmet i gjeni edhe në portalin tonë rtv21.tv. Të ndruar shikues, mirëmbëjtje me programet tonë në vazhdim.